Atëherë, përshëndetje për gjithë, të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të nderuar partnerë ndërkombëtar, të nderuar përfaqësues të medjave dhe përfaqësues të shoqërisë civile, sidomos këta të fundit monitoruesit që kanë qëndruar sot tër ditën me ne. E kemi vënë një ditë të plotë nga ora 8 e mëngjesit deri më tani. E hapi takimin 296 i jashtëzakonshëm të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Me lejoni të konstatoj quorumin. Ashtu siç po e shihni, pra këtu prezant jemi 6 dhe nëse e kemi edhe Milotin të kyçun përmes platformës Zoom, është i 7. Milot, je i kyçun dhe po na dëgjon? Po, përshëndetje. Okej, faleminderit. Ju e keni marrë agjendën dhe materialet, pra pe konstatoj veç quorumin që jemi gjithë tani me Milotin që të 7. Ju e keni marrë agjendën dhe materialet me një pikë të rendit të ditës. A ka dikush ndonjë propozim tjetër lidhur me rendin e ditës? Nëse nuk keni, atëherë kalojmë në votimin e rendit të ditës. Kush është për miratimin e rendit të ditës? 6 këtu. Milot, je për? Kryesues, me përjashtim pikës 2 jam për pika tjera për jo dhe për pikën 2. Dhe më thonë për pika tjera je përveç pikës 2. Okej. Atëherë konstatoj se Këshilli Prokurorial i Kosovës me 6 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim miratoi rendin e ditës për këtë takim. Të pika 2 e rendit të ditës, pra ka të bëjë me transmetimin e intervistave të kandidatëve për kryeprokuror të shtetit. Të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurorial, ashtu siç e dini, sot paneli vlerësues i kryesuar nga unë, kemi mbajtur intervistat e 5 kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, të cilat intervista ashtu siç e parashenin në 13 paragrafi 8 i rregullorës numër 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive të Republikës së Kosovës janë incizuar. Dhe për këtë i kemi informuar pra të gjithë kandidatët që kanë qenë këtu prezent. Andaj me qëllim që ky proces të jetë sa më transparent për publikun, propozoj që ngjizimi video, audio i intervistave të transmetohet sot në platformat e Këshillit Prokurorial të Kosovës, më vonë në momentin që do të bëhet gati, pra sonte do del ky ngjizim në faqen tonë. A ka dikush që dëshiron ta merr fjalën këtu? Jemi zotuar nga fillimi që procesi krahas të tjerave do të jetë transparent, prandaj transparenca kërkon që sot publiku dhe gjithë të tjerët që janë të interesuar, pra palët, qoftë partnerët, që të kenë qasje në këto video ngjizime që do të transmetohen, pra respektivisht do të jenë të qasshme për publikun në faqen tonë, pasi që të njëjta të uploaden apo të vendosen aty. Nëse jo, kush është për miratimin e këtij propozimi? Milot, do të më thonë diçka para se të kaloj? Okej, urdhno Milot. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë anëtarët e Këshillit dhe ushtruesin e detyrës të prokurorit, monitorues prezant dhe gjithë publikun. Vetëm desha të shtoj që nga procesi i kaluar e patëm ndërtuar një standard dhe standardet e mira kur ndërtohen, nuk do ndryshohen. Duhet më ndërprej sepse nuk po dëgjojmë. A mund të na ndihmon Milot, duhet t'i ofrosh mikrofonit afër që dëgjojnë krejt sepse po dëgjohesh shumë pak. Prandaj që të dëgjojmë se çfarë po thua, duhet t'i ofrosh mikrofonit afër dhe të flasësh me zë më të lartë. Ke parasysh, faleminderit. Po jam me kufje dhe nuk e di nëse është problemi këtu ku jam ose i kufjeve, por nëse po dëgjohem tregoni, është mjaftueshëm zëri i lartë apo jo? A mundem, apo dëgjohet apo jo? Po dëgjohet tani, vazhdo në këtë tempo që je duke shku tani, në mënyrë që të dëgjojmë. Në rregull, vetëm desha të them që kemi ndërtuar një standard nga konkursi i kaluar për kryeprokuror të shtetit kur patëm vendosur që intervistat të transmetohen në kohë reale në lëndumin publik. Mendoj që edhe në rastin konkret, pavarësisht që mendoj që procesi nuk ka pas legjitimitet për shumë arsye, mendoj që është dashur ai standard të ndiqet përderisa është i mirë dhe nuk ka diçka të keqe. E di që edhe në atë kohë nuk ka qenë e paraparë kjo mundësi e transmetimit, mirë po Këshilli në mënyrë afirmative pati vendosur që ti transmetoj dhe po të ishin transmetuar me qenë se nuk kemi asgjë për të fshirë dhe është një ndër proceset më të rëndësishme që zbaton Këshilli Prokurorial, mendoj se do të kishte qenë më mirë. Për këtë, kjo ishte njëna prej arsyeve e cila më shtyri që jem kundër kësaj pike. Faleminderit. Faleminderit Milot për informacion tuaj dhe të opinionit publik. Edhe në të kaluarën nuk është bërë transmetimi online i intervistave, ju gjithë e dini jeni dëshmitar,
por janë ingjizuar dhe të njëjtat pastaj janë transmetuar mas 1 apo 2 apo 3 dite, po jo më njëherë, sepse kjo pastaj do ta cenonte procesin, duke marrë parasysh se do të krijonte pabarazimi disë kandidatëve, sikur të interpretoheshin pra online, sepse i kandidati i dytë do të merrte vesh pastaj se çfarë ka është përgjigjur se çfarë pyetje ka pasi pari, kështu me radhë. Sido që të jetë, në atë kohë Këshilli Prokurorë i Kosovës nuk ka pas pajisjet e duhura për të kryer këtë veprim, prandaj edhe ka ftuar televizionin publik, prandaj kësaj radhe i ka pajisjet, është marrë, është ingjizuar gjithë ngjarja gjator ditës nga mëngjesi, përfshirë edhe pjesën e përgatitjes pyetjeve deri më tani, pra gjithçka është ingjizuar, është faktuar, dokumentuar dhe e njëjta do t'i servohet publikut sonte më vonë në momentin kur të uploadet në webfaqen tonë. Prandaj në kohë rekorde po bëjmë këtë dhe kjo është arsyeja pse kemi thirrë këtë mbledhje të jashtëzakonshme. Përndryshe s'kemi pas arsye sepse s'kemi dashur as pak vonest kemi në këtë proces. A ka dikush tjetër që Nëse jo, kush është për miratimin e këtij propozimi? 3, 6 janë kundër, Milot je për apo kundër? Kundër. Okej. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim miratoi propozimin për transmetimin e ingjizimit video audio të procesit të intervistimit të kandidatëve, të cilët kanë aplikuar propozitën e Kryeprokurorit të Shtetit në platformat e Këshillit Prokuror të Kosovës. Sekretariati obligohet që transmetimin ta bëjë sot, më vonë në momentin kur arrin që të mos saktojmë një kohë, po ajo të kryhet sonte. Besoj që sekretariati ka mundësi që sonte ta bëj uploadin e gjitha këtyre videove në webfaqen tonë. Faleminderit, drejtore. Tek pikat e ndryshmet, a ka dikush ndonjë çështje cilën do ta dëshironte ta ndante për ta diskutuar tek kjo pikë? Nëse jo, të nderuar anëtarë të Këshillit Prokuror të Kosovës, konstatoj të mbyllur takimin ditës së sotme. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.